që në orët e para të mëngjesit besimtarët në Fier kanë falur namazin në sheshin qendror të qytetit, ndërsa krerët musliman të Myftinis kanë përcjellur urimet për paqe e harmoni mes njerëzve. Ceremonia e faljes së Fitr Bajramit filloi në orën 6:30, ku dhjetra besimtarë të grup moshave të ndryshme kryen ritet e faljes së madhe, ndërsa kanë shkëmbyer mesazhe paqeje me njëri tjetrin. Në ligjëratën e tij, Myftiu Mikel Hazizolli ka uruar e përshëndetur gjithë besimtarët musliman duke i ftuar të kontribuojnë shumë më tepër për të ndërtuar një shoqëri sa më dinjitoze, sa më të paqët, sa më solidare. Kaluam një muaj plot mirësi, përjetime shumë të bukura që gjithë secili kush agjëroi e di shumë mirë çfarë ka përjetuar në këtë muaj dhe gat. Ne sot e kujtojmë shumë mirë ajetin e Zotit Gjithësisë që thotë: "Pra bëm obligim agjërimin siç ja bën popujve të tjerë më parshëm, me shpresën që ata të bëhen më të devotshëm që t'i friksohen Zotit Gjithësisë." Dhe pikërisht kur ne jemi afruar me Zotin, kur ne i dham përparësi gjendjes tonë shpirtërore dhe mposhtë materiale në këtë jetë, në dinamikën e jetës në cilën ne jetojmë, ne u afruam më shumti me Zotin e Gjithësisë. Më pas në Myftinin e Fierit ka nisur vizitat nga autoritetet lokale, komunitetet e tjera fetare dhe qytetarët. Deputeti opozitar Luan Baçi vizitoi Myftinin dhe në prononcimin e tij uroi besimtarët për festën dhe akuzoi mazhorancën se ka ndikuar në shpopullimin e vendit. Duke uruar mbarësi, begati për çdo familje shqiptare dhe halal sakrificën, solidaritetin, kujdesin për njëri tjetrin që është pas agjerimit nga muaji Ramazani. Me këtë qeveri dhe me këtë kryeministër që politikat e tyre janë vetëm shpopullimi dhe varfërimi i këtyre njerëzve, korrupsioni i tyre, hajdut dhe grabica të mëdhenj, nuk ka parë ky vend dhe s'ka për të parë më. Ndërkohë, mitropoliti Apollonis dhe Fierit Hirësia e tij Imzot At Nikolla ka pohuar se besimi mbetet një shpresë në këtë botë të trazuar konfliktesh në lindjen e mesme. Urojmë gjithë komunitetin musliman dhe gjithë muslimanë në marë botën, gëzuar për shumë vjetë të bekuara, me shëndet, me paqe, në këtë festë, e cila është një festë e paqes dhe dashurisë. Urojmë që jo vetëm komunitetin musliman, por edhe kudo në mbarë botën, tani në këtë botë të trazuar, sidomos me luftën që është në lindjen e mesme. Urojmë që Zoti sjell paqe dhe dashuri dhe gëzim në zemrat e çdo personi, në zemrat e gjithë pjesëtarëve të familjeve, vetë të komunitetit musliman, por edhe të gjithë njerëzit në mbarë botën. Vizitat pasuan nga prefekti dhe deputetët e Fierit.